Është e vërtetë ajo që thonë që pronari punon më pak se sa punëtori. Do ta ndajmë pak. Pra, sot është më thjesht të punosh për dikë tjetër, sepse në fund ditës ti mbaron atë orarin e punës që ka rënë dakord dhe veten në shtëpi tënde. Por të ardhurat që merr janë të pakta dhe ti bëj çfarë të duash, pa mund të rritet me 50.000 lekë apo 100.000 lekë rroga, por ajo nuk ta ndryshon cilësinë e jetesës. Në momentin që ti hap biznes, periudhën e kohës nuk duhet ta mendosh me orar, se në fund ditës punon për veten tënde. Por këtu tani ka një ndryshim shumë të madh. Që nëse ti punon fort dhe shumë orë, ti merr më shumë lekë. Ti mund të punosh tek ai biznesi shumë orë, por në fund ditës ti këto nuk të përkthehen në të ardhurat. Dhe unë i them gjithë të rinjve, atyre që e shikojnë se kjo është edhe çështje koncepti, se e shikon, se jo të gjithë janë të përirur drejt biznesit, se s'do bëhemi të gjithë biznesmen. Se dhe ai që ka biznes do disa të punësuar. Ka nga ata që duan rehatin. Në momentin që ti do rehatin, ti do ta pranosh atë pagën, mund bësh edhe një punë të dytë ose edhe jo. Pra është zgjedhje personale, se kur dikush pranon të marrë atë rrogën, mund të jetë i punësuar në shtet, në administratë ose edhe në privat. Merr atë rrogën dhe mbas dite ka kohë për familjen. Ndërkohë që ai